Përshëndetje miq, rikthehemi në podcastin e radhës të Blokonomi. Këtë herë kemi një sipërmarrës të nominuar në Fortën ndër Fortën. Historia e tij është shumë interesante. Ai është larguar nga Shqipëria në 2015, ka jetuar atje për një kohë 4-5 vjeçare për të rikthyer përsëri në Shqipëri, dhe tani më jo për të bërë çdo gjë të mundshme, por ndër të tjera për të bërë edhe biznes. Ai është Ardian Peça, themeluesi i Concept Home Real Estate. Përshëndetje Ardian dhe faleminderit që u bashkove në podcast. Përshëndetje Blerina dhe mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia është e gjithë e jona. Ne patëm mundësi të flisnim pak përpara se të bashkoheshim në podcast, po ti je edhe antarin të Preneur Clubit dhe ne njohim pak a shumë rrugtimin tënd. Po, pra ato që do dëgjojnë ty për herë të parë, pra kush Ardiani, nga e nisi biznesin, pse përfundoi në real estate, ndërkohë që mund të kishte bërë shumë herë gjëra të tjera. Ardiani e ka nisur biznesin para 4 vitesh, po përpara se të bëje biznes, çfarë ka bërë Ardiani përpara se të bëhej një themeluesi i Concept Home Real Estate? Po, realisht përpara se të themelonin Concept Home Real Estate, unë kam bërë punë të ndryshme, si sa kam qenë edhe në emigrim për një pjesë gjatë kohës, pas e u riktheva, morova shkollën e lartë këtu në Shqipëri, dhe në përfundim shkollës lartë ishte një shok që sot e kam dhe ortak, i cili më sugjeroi që punoj në real estate. Realisht e nisa punën aty dhe kam punuar për rreth një vit, domethënë në real estate në një kompani tjetër. Parvojë që mungonte në tregsem. Ti e the shumë mirë që unë kam bërë gjëra nga më të ndryshmet, që mu mendoj që çdo punë e bërë përpara se si të futesh biznesit është një leksion shumë e mirë për të kuptuar si funksionon çdo hallkë e biznesit, që nga takimi me klientit, proceset operative, apo edhe marketingu, apo edhe faturat apo çdo gjë tjetër. Kur ti u fut agjencisë tjetër të real estate, ishte diçka që vure re që nuk funksiononte në atë agjenci, ose në mënyrë se si agjencitë e tjera shisnin prona dhe the Concept Home do jetë ndryshe, nuk do bëjnë gabimet ose do rregullojnë mënyrën se si operojnë agjencitë e tjera. E vërtet ishte kjo që realisht kishte gabime pafund. Gjithashtu ajo që mungon më shumë ti ishte në mënyrë e shërbimit në Shqipëri, te realitetin gati çdo fush po ta prekë, shërbimi është, domethënë, unë mendoj shumë dobët. Domethënë, dhënia e shërbimit te klientët. Kështu që shërbimin unë mendoj si pikë shumë kryesore dhe ne do të bënim shërbimin më të mirë që ekzistonte në treg. Normalisht që kishte pas aksi edhe te pjesa te pjesa e punimit me agentin ose ndarjes komisioneve, kishte shumë parregullsi. Dhe doja të krijoj gjithashtu një ambient shumë komod ose një ambient sa më të përshtatshëm për agentët që do punojnë aty. Sepse normalisht ne shpenzojmë një kohë shumë gjatë kohës, domethënë e shpenzojmë aty tek puna tek zyra, dhe normalisht që ambienti të jetë sa më i mirë dhe gjithashtu edhe mënyra se si bëjmë punën të jetë sa më tërheqëse dhe ndihen sa më komod. Çfarë të mësoi ti Suedia nga, domethënë një gjë që e morë mësim nga Suedia dhe thej sekond këtë njohuri që ka marrë do e transferoj në Shqipëri? Realisht atë që mësova aty ishte domethënë mënyra se si mund të sillet, domethënë një epror ndoshta me stafin e tij, sepse domethënë aty ishte komplet në mënyrë tjetër, ata të shikonin ndoshta si partner, ashtu siç ne shikojmë sot gjithë që punojnë te Concept Home, nuk kemi ndonjë, si mund të themi, të punësuar ose punojësin ton, janë gjithë partnerët tanë, të cilët ne bëjmë biznes me ta. Dhe normalisht që i respektojmë gjithashtu po njësoj, gjithë. Është kjo filozofia që ti aplikon tani më tek Concept Home, pra ti trajtosh staf me cilën ti punon në nivel partneriteti? Është, domethënë, ne vazhdojmë akoma realisht, që stafin tonë që ne stafi përbëhet nga agent imobiliar, kemi një menaxher, një broker, kemi edhe një asistent të zyre, e cila na ndihmon marketimin e gjithë pronave. Tani mund të themi që ndoshta asistenti i zyrës nga titulli është asistente, ama zyrën tonë është ndër më respektuara, sepse kuptimi marketon gjithë pronat tona dhe nga marketimi i asaj ne normalisht shesim, kështu që ne gjithë tregojmë respekt ndaj asaj, edhe pse pozicioni i asaj është thjesht ndoshta të markezoj pronat. Në vërtet. Kështu që për ne ka shumë rëndësi mënyra se si sillen me njëri tjetrin dhe si respektojnë njëri tjetrin. Kur u kryen, çfarë viti u krya Concept Home? Concept Home është krijuar vitin 2022 në nëntor. Në 2022, po. Edhe e prisje ti të rritje që ka arritur tani në 2022, domethënë kur u fute në treg dhe 2022 do hap një agjenci real estate. Pritshmëria e para kush ishte? Shiko, realisht unë normalisht e kam nisur shumë me frikë. Kuptimi nga Afrika ishte komplet brenda me, nuk e shfaqja fare. Edhe kur e nisëm kemi qenë diku tek 4 persona që e kemi nisur dhe unë bëja domethënë drejtoja biznesin, marketoja pronat, gjithçka që ishte mundur dhe larjen e zyrës e bëja unë. Dhe në çdo proces e kam ndjekur vetë dhe isha unë ai i cili vazhdimisht domethënë ndjekja çdo proces pune. Dhe nisëm me 5 persona dhe normalisht unë mendoja, ore, do bëjmë ndonjëherë 10 agent këtu.
ose ndërsa për të hapur një zyrë dytë, unë normalisht e kisha si vizion ose si ëndër, po më dukte pak larg. Ndërkohë që realisht thjesht mënyra se si ne vepronim, po shikon që kishte fitime, sepse sistemi realisht mënyra se si ne funksionojmë, sistemi unë mendoj që është mënyrë perfekte, sepse kam parë nga jashtëzakonisht shumë agjenci tjera, nga shumë vende ndryshme dhe mendoj që kam marrë më të mirën. Sepse te koncepton nuk është se për shembull më shumë ti ose prioriteti është agenti, dhe ai i cili punon te koncepton, edhe jo kush është aksioneri, pronari apo Nga 2022 ne jemi aktualisht fund 2025-s. Dhe ti ke të hapura 2 pika pa. që janë në Një në komunë dhe një është në Astir. dhe plani i afërt është Gjithashtu do të hapim një zyrë në Kamës, presin janar, sa të bëhet gati, që atje ta hapim. domethënë në sa vite i bie? Pak vite, 3 vite, po me 3 zyra. zyra. E mendove ti në 2022 që në 3 vite do kisha 3 zyra? Realisht nuk e kam menduar në të formë, po si sa nga që do them për shkak mënyrës se si ne e bënim punën, po vini milazoni shumë agent, çose në fillim kishin vështirësi domethënë për gjetur. Pastaj një kohë që nuk po pranonin dot më, se ishte një zyrë që ishin 50 me katorë dhe ishin bërë një staf 18 veta, që ato nuk silleshin dot. Dhe pastaj ndaluam, tham shiko nuk marrim dot, ju lutem më shumë, u detyruam të zeroheshin me një zyrë tjetër se nuk po përballonin dot gjithë në një zyrë. Dhe pastaj thjesht vazhdonte dhe mbushej përsëri zyra tjetër. Kemi realisht shumë kërkesa që duan të vinë, domethënë të punojnë me ne. Ka edhe nga ata që normalisht janë larguar, ka ca që janë larguar dhe realisht nuk kanë gjetë kuptimin më mirë ose në prapë e kanë shpreh mirënjohjen ndaj nesh edhe më vonë që kanë thënë që kemi punuar këtu dhe ka qenë ndër vendet shumë më të mira që kemi punuar ndonjëherë. Edhe këtë bën të lumtur kur shikon njerëz që largohen me mirënjohje Realisht po. nga një vend punë. Qëllimi im është ose unë ndihem realisht shumë i lumtur kur vjen dikush Concept Home, sepse ne kemi bërë një slogan që Concept Home ku arë me jote fillon. Dhe realisht unë ndihem shumë i lumtur kur vjen agent Concept Home, dhe ndoshta vjen si një thjesht, ashtu siç e kam nisur edhe unë, se dhe unë mund ta kem nisur me një makinë shumë thjesht, dhe ndoshta kam marrë një makinë pak më të mirë sot. Ama ndihem i lumtur kur vjen agent dhe vjen siç e tash të thjesht, dhe përfundojnë që pas 6 muajsh, një viti, ata ndoshta blejnë makinë, e bëjnë patent. Ka një rritje të mirëqenies të tyre. Po. Edhe kjo realisht më vjen më shumë se sa tek fitimi, se në momentin që ai zhvillon, ai rritet, ecën, unë dua që gjithë të jetim së bashku. Legjenda urbane thonë që të duhet kapital i madh për të nisur një agjenci real estate. Ka qenë ky rasti jot që ti ke pasur një kapital relativisht shumë të lartë? Realiteti me kemi nisur me një kapital shumë të vogël, zyrë ishte goxha gati. E kemi nisur pak jo me piksa buxhetin tonë, ndoshta kërkuam dhe pak. Po ishte një buxhet minimal që besoj çdo person mund ta nisë, e kupton? Qose edhe mund ta shprehim shembull si unë kam nisur me një buxhet diku te 4.000-5.000 euro, jo më shumë. Merr në konsiderat e faktin që ti bëje edhe shumë gjëra në të njëjtën kohë, pra. Po. Të bëje mbuloje pozicionet e 3-4 personave, kështu që ka qenë kontributi in kind, ajo puna jote do paguhej, ndërkohë që ti vendose që ta investoje në punën e bënim vetë dhe gati vitin e parë ne kemi punuar nga ora 9 të mëngjesit deri në 9 darkës, gati një vit. Dhe mendoj se kështu vazhdon pastaj do urritëm, e kupton? U fokusuam njerëzisht shumë, ishin gjithë domethënë çuna 30 vajza të ama me shumë energji, shumë pasion për kompaninë. Edhe realisht ke qenë ti vetëm nga momenti që e nise, apo ke pasur rrugtim? Të mbaren 2022-shin, Ardiani hap zyrën vetëm, apo ka pasur partner me cilën i ka thënë shiko, nesër në mëngjes hapim zyrën unë dhe ti, apo unë ti dhe 2 persona të tjerë? Jo, kam pasur partner në fakt. Unë nisa bashkë me Riza Yazin, i cili kam dhe shok nga fëmijëria, jemi qenë klasë parë së bashku. Madje në grupin tonë dhe jemi 4 shok që jemi nga klasa e parë së bashku, domethënë ne jemi gati 22 vite së bashku. Dhe e kam nisur bashkë me ata. Normalisht ndanim dhe përgjegjësitë, ndanim dhe detyrat, ndanim dhe ato çfarë na binin përsipër. Po, ja kemi dalë zonisht shumë mirë. Të ndash përgjegjësitë është shumë e rëndësishme. Nga momenti që e ke nisur, 2022-shin, ka pasur në një moment shumë të vështirë në biznes, apo gjërat kanë nisur vaj në këto vite, duke qenë se në 3 vite 3 zyra. Në një moment të vështirë që ke thënë një sekond, të heq dorë, është e vështirë për të përballuar kjo ngarkesë apo këtë treg i ndershëm apo i pandershëm siç është real estate aty jashtë. Shërë, them realitetin, domethënë vështirësi kemi pasur, ndoshta fillimet e mbajmë në janarin, pastaj që u ndodhen pak vështirësi për shkak se njerëzit nuk linin në shtëpia, pastaj biznesi kishte fatura çdo muaj që ne duhet t'i paguani, ama ishte ndoshta i vetmi moment që ngecën pak, po gjithmonë e kemi pasur shpirtin do ja dalim, edhe kemi akoma. Që nuk ka rëndësi se çfarë na bën, unë mendoj që çdo problem ka një zgjidhje. Çdo problem që vjen, mjafton të punosh me të edhe zgjidh.
Edhe nuk kemi pastaj problematika tjera ndoshta shumë të ndaja gjatë gjithë Ke periudhës. bërë një gabim të kohë, Jan? Jo, Asnjë gabim? ora. Në një vendim që do të ndryshoje? Jo, ne realisht, domethënë nga fillimi unë si drejtues e nisa mosh jashtëzakonisht të re, unë sot jam 28 vjeç, e kam 24 vjeç. Dhe pavarësisht gjithave, unë ndoshta punoj me moshatarët e mi, po për shkak të pozicionit që kisha ata në fillim më merri mua, hajde se do flasësh me Ardianin se ky është drejtuesi i kompanisë ose drejtuesi i skuadrës. Dhe në disa raste unë nuk dija se nuk kisha përgjigje, se nuk kisha informacion, unë isha moshatar me atë. Po. Dhe ama u detyroj thoya po patjetër, hajde iki. Dhe thjesht shkoj atje, ndoshta luaja se si unë e dija atë. E thjesht shikoj që në fund ja dilja, e kupton? Për të si të mësuar, çfarë diferencon Concept Home-in krahasuar me të tjerët? Kjo konceptojnë, unë besoj që diferencon, domethënë ne kemi shpejtësi, korrektësi, edhe jemi shumë sjellshëm. Shërbimi mbi të gjitha. Po. Po, si i gjen pa Concept Home pronat? A është të vështirë se unë e di që ka blerës dhe që kërkojnë prona në mënyrë të vazhdueshme, por nga ana tjetër është e vështirë të gjesh pronën e dur, atë pronën që do bëj diferencën në treg, që edhe rrit edhe shpejtësi me cilën do shitet, nuk do shitet për një vit, po do shitet shumë më shpejt në kohë. Keni ju kanale? Shkoj, ne që nga fillimi realisht ne kemi shumë kontakte, për shkak edhe të punës që kemi bërë, jemi zgjeruar në kontakte. Pronat i gjejmë normalisht nga interneti, nga njerëz të njohur, nga puna që bëjmë vazhdimisht dhe na sugjerojnë pastaj klientë tjerë, duke qenë që lëmë përshtypje të mirë dhe pastaj na sugjeron klientë tjerë. Shumica e pronave për shitje ne i marrim nga clearingjet, të cilët përfitojnë prona nga punimet që bëjnë ata në ndërtime të ndryshme, për shkak që ata shesin më lirë si firma ndërtuese, duke qenë që u duhet dhe likuidimi total. Dhe ne bashkëpunojmë me clearingjet, të cilës mund të shesin 100 ose 150 euro për më lirë se firmat ndërtuese. Ndërkohë gjen klientin i cili përfiton një pronë me çmim më të lirë në treg se sa mund ta blejë një firmë ndërtuese ose mund ta marrë me çmim normal. Çfarë do të thotë për ty besimi në industrinë në cilën ti operon? Shiko, në fushën real estate unë mendoj që besimi është shumë i rëndësishëm, për shkak që njerëzit, domethënë ne shesin prona dhe njeriu për të blerë një pronë mendoj që ndodh një herë gjatë jetës së tij ose mund ndodh disa herë kur ai është biznesmen. Dhe është shumë i rëndësishëm që një person me një vlerë po themi 100.000 euro t'i besoj një personi të rastësishëm atë vlerën e gjithë jetës time që ai të më gjeni mua një pronë. Prandaj besimi është shumë i rëndësishëm realisht te klientët, që ata të kenë besim në momentin që të lënë ty gjithë ardhurat e jetës së tyre që ti do gjesh një pronë me saktë. Kështu që besimi është shumë i rëndësishëm. Kemi pasur raste ku ka klient për shkak thjesht ndoshta paraqitje jashtë me agentit nuk i kanë mbushur syrin dhe normalisht rreqet para as nuk të kthen përgjigje. Çfarë mesazhi ke për ata që e sigurt sa herë që shikuesit tanë dëgjojnë fjalën real estate dhe një sekondë se do na japin informacion për çmimin. Çfarë mesazhi ke për blerësit aty jashtë? Po, çmimet realisht domethënë vetëm për të rritën. Unë mund t'ju them edhe një rast, për shembull kam pasur një klientë që i kam prezantuar prona para 2 vitesh, sepse e kam parë tek mesazhet me domethënë fikse dhe i kam prezantuar një pronë me vlerë 55.000 euro. Ndërkohë nuk e bleu pronë atëherë, e vazhdoi kërkimin përsëri dhe sot pas 2 vitesh e ka blerë një pronë se ju mbush mendja dhe vlen me vjen 70.000 euro. Në po të njëjtën zonë, me gati po të njëjtën metra, që do thotë e ka blerë rreth 15.000 euro më shumë. Kështu që mendoj sa më shumë të presim, çmimet vetëm do të rriten. Dhe kjo blen vetëm për tregun e Tiranës apo ti mendon që blen për gjithë Shqipërinë? Shiko, mendoj breakdate që është zhvilluar më shumë, edhe çmimet do të rriten edhe më shumë, po Tirana edhe si kryeqendra e Shqipërisë do kesh më shumë. A e shikon të drejtë konkurrencën në agjensive të real estate aty jashtë? Jo, realisht, domethënë konkurrencën nuk e shikoj fare të drejtë, sepse domethënë shiko, siç e tham domethënë tek real estate ose tek pjesa e shitjeve të apartamenteve, normalisht duhet shumë pjesa e besimi. Edhe për shkak se ne kemi të bëjmë pagesa jonë bëhet me komisione, me përqindje, normalisht që ka lëvizje nga njerëzit mund të mos jenë agjencia janë hapur pafund. Ke edhe njerëz domethënë pa informacione, domethënë pa informacion të thelluar ose që nuk kanë shumë informacione dhe ata se prone. Se shikon, ne në real estate kemi një shprehje që themi çdo gabim joni kushton. Dhe realisht kushton. Prandaj ne nuk na lejohet të bëjmë gabime. Është kjo që ne do transmetojmë gjithmonë stafit. Sepse një gabim i vogël kushton një kapar, një gabim i vogël kushton një vlerë e caktuar lekësh. Por ne do të mundohemi që ta minimizojmë sa më shumë pjesën e gabimeve. Është vërtet. Nga 50 tua të ardhshme,
ne tham që në janar 2026 hapet Concept pika Home juaj e kam, tretë. Ku do shkoj Concept Home në 50 darsh? Shkom 50 dashme, tani synimi dhe dëshira jonë është që ne të bëhemi një ndër kompanit më të mëdha në Shqipëri, pavarësisht që normalisht që ka, por thjesht do të ofrojmë shërbimin sa më të mirë, normalisht do të vim dhe me inovacion në bazë të kohës që ecën, dhe gjithashtu më shumë të edhe treg pune për të rinj, që punojnë në një, domethënë të kenë një punë me kurse sa më të mira. Edhe keni numër, i ke vënë vetes një milestone se sa do të jetë numri për 50 të ardhshme të pikave që ju doni që të hapni, ama të ke një synim të qartë se ku do shkojë Concept Shiko, Home? për 50 të ardhshme ose numri që realisht dua është që ne të arrijmë ndoshta tek 300 agent. 300 agent. Po. Mhm. Edhe mendoj që doja arri. 300 agent sa pika? Mund t'i mbajmë 3 pika 300 agent? Jo. Në 300 agent bëhet fjalë, domethënë që mund të jemi diku te 15 pika. Në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Atëherë ju keni zgjedhur aktualisht pikat. Komunën, Astirin dhe Kamzën. Pse pikërisht to pika? Në komunë nisëm pasi komunë kishim punuar më parë, e vidi si lokacion që na përshtatej për shkak që ishte zyra e parë ta kishim hapur zonave të Tiranës. Pas e pika 2 të Astirit ishte, në fakt ku kërkuan për në Astir, po kërkonin për nisën 1 vjetori. Po. Ama duke qenë që kishim vështirë gjendjen në ambient, rastisht kaluam në Astir. Gjithashtu Astiri ka jashtëzakonisht shumë fluks të madh, është një pikë që domethënë ka shumë popullsi. Edhe na favorizonte për shkak që lidhej dhe Munazën dhe kapte edhe disa nga zona të tjera, siç ishte edhe Paskuqani, Kamza ose ish fusha aviacionit, Zoguzi, ka këto pika. Pastaj në Kamës kaluam për shkak që disa nga shumica nga sapi jon shesim jashtëzakonisht shumë në Kamës. Edhe duke qenë që shesim shumë Kamës, zyrat i kishim komunë dhe në Astir. Edhe na penalizonte pak rruga, domethënë për të vajtë në Kamës dhe për të kthyer mbrapsht përfshitet trafikun. Dhe vendosëm të hapim të zonën e Kamzës. Kjo Pas avash do të mbledhim gjithë në perimetrin e Tiranës. Gjithë perimetrin e Tiranës për të hapur atë numrin që e keni vendosur 15 vjet. Si e konsideron ti kulturën e punës në Concept Home? Kulturën e punës në Concept Home ne respektojmë jashtëzakonisht shumë njëri tjetrin. Ne, domethënë, aty të puna kemi normalisht si femra ashtu edhe meshkuj. Realisht unë kam pasur dëshirën që shkoj gjithmonë, kam qenë ndoshta ai personi që doja t'ia hapja derën çdo lloj personi që të vi ta provoj të ketë mundësi të punoj. Madje ndonjëherë mendoj orës që nuk sjell si vinë ndonjë nga këto persona, ndjes për që mund të jem aftësi të kufizuar, ose që mund, ndoshta nuk e bën dot një punë tjetër. Mund isha shumë i lumtur që t'ua gjeja diçka, e kupton? Që ato të aktivizoheshin. Se do të kishin një vend ku t'ishte për të gjithë. Nëse dikush nuk e gjen mundësinë në një vend tjetër, tek ne e gjen mundësinë. Dhe kështu kemi ecur, fryma e grupit mbahet jashtëzakonisht shumë mirë, që të respektojmë njëri tjetrin, e kalojmë jashtëzakonisht shumë mirë, e suportojmë një grup i vërtet. Si kërkoj njerëz punë tek ju? Pra, unë jam Lerina, do të punësohet tek Concept Home. Ka ndonjë Ne mënyrë? hapim vende vakante, domethënë dhe i shpërndajmë në lidhje sociale që edhe nisin TB. Ka persona të cilët normalisht vinë me sugjerime, përsëri kalojnë në formë interviste dhe pastaj mund të futen pjesë e Concept Home. Unë do t'i kthem pak të 17-ave të tua faktikisht. 17 ti more çantën back? Po. Edhe u largove. Pse u largove? Të më realitetin që atë u largova për shkak të shmëruar provimin të maturës. Edhe unë së bashku me një shokun tim të miris nuk kishin dalë mirë rezultate. Edhe ma mendimi që tham, hadi ikim jashtë se do bëhet më mirë. Ishte viti 2015 ku gati gjithë po ikim. Eksodi i madh, pra pas 90-s me tragetin, do të 2015 që gjithë ikën Gjermani, Zvicër apo në vende të tjera. Ti zgjodhe Suedin. Ne zgjodhëm Suedin Si e zgjodhe ti Suedin? Realisht thjesht domethënë do zgjidhja një vend që të ishte ndryshe nga këta të tjerë, domethënë Gjermani, Angli, Francë kishin shkuar gjithë. Suedia më pëlqente se më parë që daja im atje, edhe më tregonte informacione se si ishte si don. Ama kur shkuam nuk dini se ku do shkonim. Ti ke ikur me bilet avioni, trageti? Shkuam me avion nga Maqedonia, po nga Tirana Maqedoni me autobus. Edhe kur shkuam për biletën nuk dinim vendin fiks dhe në çfarë qyteti do shkonin në Suedi? Do Suedi? prisnin biletën. Po. Edhe thjesht pam hartën, tham këtu do zbresim. I vendosëm gishtin edhe ram Gothenburg. Në Gothenburg. Në Gothenburg. Po, është qyteti i dytë i Suedisë pas Stockholmit. Dhe në Suedi ti ke ndonjë 4 vite. Po 4 vite kam qenë atje. Më tregove pak më herët që ke bërë punë nga më të ndryshme në Suedi. Çfarë të mërziti që vendoset ktheshe? Apo thjesht doje që ti investohesh në? Jo, realisht domethënë ajo që më mërziti sepse unë isha investuar shumë atje, që mësova gjuhën, po bëja shumë punë ndryshme, kisha shumë shoqëri, më pëlqen jashtëzakonisht shumë si vend.
e kisha jashtëzakonisht shumë qef si man. Doja të rija atje me patjetër. Aplikova mbi 7 herë në migracioni, domethënë me kontrata pune, thjesht më refuzonin gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës isha pritje dhe domethënë kjo e prit më ka zgjat mua 7 vite. Që aplikoja prisje 6 muaj dhe më thonin negativ. Okej, aplikoja përsëri, më një kontratë tjetër pune, prisje 1 vit dhe më thonin negativ. Domethënë isha jashtëzakonisht shumë i mërzitur. Nuk po më jepnin dot drejtë, nëse unë do merrja domethënë dokumentat, normalisht do filloja një biznes atje, do ngjisja atje. Pas një moment u mërzita jashtëzakonisht shumë, duke parë familjen time, duke parë ndoshta kohën që kishte kaluar dhe unë s'kisha bërë asgjë. Kishin kaluar 7 vite dhe unë u largova që unë të fitoj lek, ndërkohë lek s'kisha bërë dhe mami im ishte 7 vite më e vjetër se që kisha lënë. E thash unë, ore, edhe nëse do fitoj unë këto 7 vite të ardhshme 1 milion euro, a do ma rikthejnë mamin 7 vite më 3? Jo. Tash unë jo, okej, atëherë tash atë që doja ta bëja në Svedi, do shkoj ta bëj në Shqipëri. Edhe pastaj kështu ndodhi që u riktheva. Edhe mora shumë mlep atje dhe i dha shumë forca këto realisht. Sepse mendoj që edhe në Shqipëri domethënë gjithçka realizohet. Po kjo është vendi jon. Unë ikam me mendimin që atje do bëhet më mirë. Ose për një jetë më të mirë. Po sot e kuptoj që shikojnë për një jetë më të mirë nuk përfundo kurrë, a kupton? Tani këtu na solli Zoti dhe këtu ne duhet ta bëjmë vendin më të mirë, se vendin e bën njerëzit. Patjetër. Të largohesh është si të dërzohesh. Edhe është më thjesht të largohesh, ama ai që qëndron, ai lufton. Është shumë e vërtet. Tani vetes tënde, 17 vjeç, që mori çantën dhe ikën në Suedi. Edhe ti je 28, siç e përmend edhe vetë pak më përpara. Çfarë do i thonë vetes po ta kishe përballë tani? Çfarë do i thosh Ardianit të 17 vjeçar? Ti e di që ke hapur këtë biznesin, ka shumë pika, ke një vizion të qartë, ke arritur të diplomohesh për 100% ta bësh në një kohë që kishe dije se çfarë doje të zgjidhej dhe jo në 18 që nuk e dije, ndoshta mund të kishe përfunduar në një profil që do ishte fare ai gjë që ti dije të bëje më mirë. Çfarë do i thosh Ardianit 17 vjeç? Shko, Ardianit 17 vjeç, unë si zata nën atje në Suedi përsëri nuk e hedh poshtë për shkak që ishte ndoshta ajo periudhë që më mrit jashtëzakonisht shumë. So nga 17 vjeçar që arrinte me familjen, dole një person që do t'i bëjë gjithçka vetë. Edhe normalisht më ka, domethënë, zhvilluar dhe rritur në mënyrë shumë të madhe. Ti do t'i thoje që ndoshta disa gabime që mund t'i kem bërë si i ri mos t'i bëja, ama prap besoj që këtu do përfundoja. Tu do përfundoja, do i ndryshoje në një gabim, do ma nishin gabim madhor apo thjesht? Jo, thjesht gabime të vogla, që ndoshta mund ndihmoni mua me procesin dhe mos duaj ndoshta 7 vite për ai shumë sa që diçka. Po, e vërtet. Unë të falenderoj që je sot në podcast. Shumë faleminderit Vlerina. Shumë emocione në këtu po të kas dhe ai pasioni që ti bën biznes reflektohet në mënyrën se si ti je duke përshkruar këtë rrugtim që ti ke ecur. Mund të urojmë shumë suksese. Kënaqësi e gjitha jona, faleminderit dhe ju miq që na ndoshin, bashkë do shihemi të mërkurën e ardhshëm në orën 20:00. Kam Vlerina, natën e mirë.